dalim xhiro në mbrëmje. Kur ta vendos, fillojmë që në maj pyetje, që dhe janë të shpeshta, kur ta vendos tani në gjumë. I them, dje ishte 6 muaj, sot është 6.5. Çfarë ndodhi me bebin tënd që sot duhet flej më vonë? Okej, ti ke nevojat e tua, edhe shpeshherë tregoj dhe teknika si ta ndihmojmë që të flejtë karroca, të mësohet ta bëj gjumin jashtë, ta bëjmë një rutinë pak më të shkurtuar, por është e nevojshme që bebi të flej herët, sepse është shumë e shëndetshme për të. Do të hajë më mirë të nesërmen në oraret e duhura, do të luaj më mirë, shohim beba që nuk kanë fare durim për të luajtur dhe kjo na ndodh edhe neve sepse nuk kemi përqendrim kur ne rim pa gjumë. Shohim beba që kanë vështirë të socializohen në disa raste sepse nuk kanë durimin të hyjnë asaj marrëdhënie, edhe grindja që hasin gjatë kohës. Për të mos folur pastaj edhe unë nuk i prek shpesh të ardhmen, sepse nuk dua që ta bëjmë gjumin kaq stresues sa të na vërë në presion që ta rregullojmë o sot o kur, por ka ndikon edhe tek e ardhmja.